Nuk më shkon, nuk më ka lezet, për shembull thosha, nuk kam pas qef në fillim të më dallonin që ishin nga Shqipëria dhe mundohesha pak të përshtatesha, për shembull, a keni nuk thosha për shembull gjinse që themi ne, farmerka, po e thosha keq. Edhe kunata ime, mos e thuaj Melika, vazhdo me atë gjuhën e vet, se kam qef, gegnishtja më pëlqen, kam respekt për gjuhën gegnishte, plus është gjuha e të madhit Gjergjfishta. E shikojmë këngët më moderne, edhe në Shqipëri këndojnë gegnisht. Po, tash e kom... Po, kanë filluar edhe në Shqipëri gegnisht. Neve Toskërishti atje gjua letrare, zyrtare është vendosur në kohën e sistemit të Enver Hoxhës, atëherë dihet që predominonte gjithë udhëheqësit kanë qenë pothuajse nga jugu. Dhe është ndiku. Edhe është ndikuar dhe politikisht. Ne dim që politika ndikon vendime shumë të rëndësishme, që për fat keq, ato ndikojnë edhe për breza që do vinë. Ndoshta më vonë do mblidhe në një kongres gjuhëtarësh, më vonë do bëjnë ndonjë rishikim, që do ishte bukur ca gjëra thuhet, i thot gegnisht e i thot shumë bukur. Për shembull neve themi sa i madh je në moshë, nuk shkon sa i madh është sa i lartë. E kupton? Juve e thoni shumë bukur sa i vjetër, sa i ri, domethënë. Ka ca gjëra që duhen rregulluar, po t'ja u lëm gjuhëtarëve. Po, gjithsesi, zonja Vasilika, ju do thot martesa 27 vjeçare janë disa vite në pyetje, mirë po, a vreni për këto 27 vite? Më falë, martesa nuk është 27 vjetë, martesa, këtu jam 27 vjetë, se unë martesën e kam bërë atje në Shqipëri. Unë me burin tim kam 35 vjetë që jemi. Do thot që janë 35 vite martes janë, do thot mjaftueshëm që me i po ato ndryshimet që ndodhin ndërgjenerata, nëse mund të them, ose gjatë lëvizjeve të viteve, për shkak se ne kur ishim duke biseduar dhe paraprakisht unë tregova distancën e fëmijëve që e kam të madhit gati 18 vjetë dhe të voglit 9 vite, edhe tash në mbledhjet e prindërve i vrej ato, ju tregova që i vrej ato dallimet që janë në mendësinë e prindërimit sot, do thotë që janë 8 vite në pyetje mes fëmijëve të mi. Edhe po ju te kjo pjesa e martesave, do thotë mënyrës si bëhet përzgjedhja, si shihet, përgjegjësitë në martesë, a vreni ndryshime dhe apo shkojmë drejt ndryshimeve të mira? Si e konsideroni ju? Unë mendoj se pak ka ndryshuar prindërimi. Gjithmonë dëshira për fëmijën e parë është maksimum, dihet ajo. Edhe atëherë ka qenë, edhe te prindërit tanë, edhe te unë, edhe te djali im që e ka një fëmijë. Nuk ndryshon shumë mënyra e prindërimit. Ndoshta mënyrat e transmetimit të dijes ka ndryshuar, po mënyrat e prindërimit, e them shpesh, emocionet e njeriu nuk kanë ndryshuar që nga lartësia e lashtë. Janë të njëjtat, dashuria për fëmijën nuk ka ndryshuar, nuk ka si ndryshoj. Ajo është instiktive, nuk ka si ndryshoj. Instikti nuk ndryshon. Nuk ka ndryshuar, si të them, dashuria, respekti për të vjetrit nuk ka ndryshuar. Mund të ke ndryshuar me doza pak, sepse dhe të vjetrit janë bërë pak më të pavarur dhe nuk ka nevojë shumë për ndihmën tonë. Domethënë, pak ka ndryshuar, teknologjia ecën me ritme shumë të shpejta, po emocionet në përgjithësi kanë mbetur të njëjtat.